E themi atje të vitit 1990. Me orar se kanë lëndën e historisë, por gjimnazistët e Ahmet Gashit në Prishtinë u përgatitën të dëgjojnë ligjëratën për masakrën e Reçakut. Paraprakisht, mësimdhënësi pati një pyetje për ta. Masakrën e Reçakut. Hajde. Çka ja për në kuptu masakrën e Reçakut? Në vend të përgjigjes nga 30 maturant, rahi ishtja. Veç njëri që për masakrën kishte dëgjuar më parë. Ka po shumë masakra tjera, Kosovë, rajonet Kosovës, po kjo ka ndër ato që ka ma brutale, me një fafjole. Për Tmerin që përjetuan shqiptarët nga forcat serbe më 1999 në Reçak të Shtimës, sipas plan programit maturantët mësojnë në gjysmëvjetorin e dytë. Por edhe në kapitullin që është ka fundi librit, masakrat në Kosovë përmlidhen në gjysmëfaqe. E krejt historia deri te çlirimi në 5 osh. Prandaj mësimdhënësit thonë se nxënësit më shumë po mësojnë nga familjarët. Për sa i përket lëndës së historisë dhe konkretisht në librin e klasës së 12, unë konsideroj se ne duhet t'i japim pak rëndësi më tepër, për shumë arsye, por njëra prej arsyeve më të mëdha është sidomos kur t'i përmendim masakrën e Reçakut. Drejtori i shkollës thotë se në përvjetor mundohen që nxënësve t'ju mësohet diçka e re. Të gjitha pothuajse ngjarjet historike i përcjellin shkolla edhe natyrisht i zbatojnë. Ministria e Arsimit u rekomandoi të gjitha shkollave që orën e parë të mësimit më 15 janar t'ia kushtojnë masakrës së Reçakut. Nga ky dikaster nuk treguan se çka do të ndërmiret për të pasuruar librat e historisë me të kaluarin e Kosovës dhe luftën e fundit. Por gjatë ditës, njoftuan se është themeluar këshilli i ekspertëve për programe dhe tekste shkollore, ku përmendet edhe rishikimi i tyre.